tashi të bëj pyetje unë mos e s'do të vi mirë që ta bëj këtë pyetje. Ma bëj. Okej. Unë e kuptoj që je burr me shpirt, je karizmatik, mërzitesh për njerëzit, vrapon mas njerëzve të tunë e ku ta diu se çfarë. Ke qenë zëvendës kryeministri i këtij vendi. Çfarë bëre ti për ligjin e peshkimit? Çfarë bëri Erion Braçe që i dheb shpirti për Baçot, për Katunarin, për Pralla, më fal se flas me këtë gjuhë, për ligjin e bujqësisë. Ma shpjego ti dhe hajde bëjmë debat bashkë për ligjin e bujqësisë. Që unë s'kam. Këtë debatin që ju e pasini bërë me kryeministrin e ministrin e financave të asaj kohe, këtë debatin kam bërë unë me të dy. Edhe me kryeministrin, edhe me ministrin. I kërkoj ligjin e Europës? I kam kërkuar. Jo, se, më fal, nuk du të ndërpres. I kanë kërku kinezrira niptin e fermerit që se ka asnjë njeri në botë. Dhe nipti i fermerit, nipti i fermerit ka shkatruar bujqësinë shqiptare. Unë jam përdit sot në Myzeke, se po investoj në Fier, e di në Fier, shkoj mjesë e vit dargën, dhe dalem, takohem me kolegët e mi në bujqësor, dhe i them, kush është problemi juaj? Problemi jonë është Tallavaja që u shkatru bujqësia me niptin e fermerit, sepse ne du të bëjmë kinezrira dhe du të bëjmë palla. Kush e boni niptin e fermerit? Ai zotnia, që desh me e bo me rimbursim. Tash i çau bo për ligjin? Tani edhe një herë. Po. Unë nuk kam kërkuar këtë gjë që po ju po thoni. Unë kam kërkuar dy gjëra që janë shumë të rëndësishme. E para, të rregullohet TVSH-ja në bujqësi. Ju e keni 20% hyrje, 20% ndërtim. Eksakt. Kurse u rregullua ajo mbaroi. Kurse bujqësia e ka 0% hyrje dhe 20%. Gabimi më i madh për tregun vendas. Dhe e dyta që është akoma më rëndësishme, në import e ka 20%, unë po të marr domate sot, prandaj është tregu me domate plot. Po të marr domate në Itali, në Greqi etj. E shkarkoj, e marr 10%, e shkarkoj. E shkarkoj. O zero. Dhe është i favorizuar ai që importon në raport me këtë që grumbullon atë që prodhohet në vendin. Pra i kam kërkuar këtë gjë. E kishim ne kështu. U abuzua me këtë formë se ashtu e bëri skemën ai zotëria atje. U abuzua me këtë formë, po u abuzua, por abuzimi duhet goditet. Abuzimi nuk mund të jetë instrument alibi që mund të prish politikën time. Këtu ndodhi që u prish politika dhe u rënua bujqësia.